Përshëndetje miq, mirë se erdhët në emisionin Pena e Shkodrës. Faleminderit që jeni me mua të shtunë dhe pa diskutim që rasin t'ju përshëndes të gjithëve nga valët 92 MHz Radio Shkodrës. Gjithashtu edhe pranë kanalit televiziv të RTS Shkodrës. Janë këto ditë mjaft të nxehta vera. Tashmë kemi hyrë në atë sezon, në pikun e sezonit të verës, dhe uroj që t'i kaloni në vende sa më të freskëta me familjarët tuaj, me njerëzit e dashur, kaloni freskët, kaloni bukur, pse jo, dhe edhe duke dëgjuar emisionet tona që japim risi të ndryshme, ju njohim me personazhe nga anë kënd bota, por sigurisht me origjinë shqiptare. Dhe pse jo, sot në studio unë kam një mike, Timen, e cila vjen nga Vancouveri i Kanadas. Arminida Qyqja. Arminida, mirë se erdhe në studio. Faleminderit që je sot me mua dhe e mori këtë iniciativën të vish në Shkodër, të bësh edhe promovimin e librave tuaj, por edhe të figurës tënde. Faleminderit për mikëpritjen. Është një nder i madh që t'jem në Shkodër, aq më tepër me një zot të dashur shkodrancë, Erjula Zadrima. Dhe kjo nuk është thjesht për kompliment, po unë e di që Shkodra ju vlerëson si zërin e saj. Unë jam mirënjohëse për fjalën që e thu faktikisht. Unë kam ardhur dhe herë tjera në Shkodër, kam qenë specifikisht për duruar librat në 2022-shin. Librat që kisha botuar gjërat herë dhe nuk më është dhënë mundësia për shkak të kohës së ngushtë që unë vi për një rrugë kaq të largët që të vija dhe duroja librat e tjerë në bibliotekën Marin Barleti. Kisha një çik shumë me merak që ta bëja një promovim në Shkodër, sepse kam bërë promovime në Korçë, kam bërë promovime në Durrës, kam bërë promovime në Vlorë, kam bërë promovime në Tiranë, por nuk kam bërë promovime në Shkodër. Si ndjer në Korçë. Që qyteti i dasnisë. Dhe unë për atë shkruaj më shumti. Shikoj, Armini, qyteti i dasnisë është pa e marrim qysh në Gjeneza që thojmë djepi i kulturës. Realisht edhe shkrimtarët i presin me krah hapur. Më prej nga dom që ata vinë. Armini, ju jeni lindur në Tiranë dhe keni emigruar në Vancouver qysh në moshë shumë të hershme. 17 vjeçe. Si është ikësh nga vendi ti limje, si ti shkëputesh me njerëz të gjitha fijet. A kam ikur? Kjo është pyetje, sepse shpesh herë më duket sikur ora ime ka mbetur. Jetoj në dy botë paralele tërkohën. Njerëzit që më lexojnë nuk e kuptojnë atë që unë jam e larguar, kujtojnë se unë jam akoma në Shqipëri. Disa mendojnë që jam nga Vlora, disa mendojnë që jam nga Korça. Ka pas edhe njerëz për shkak pavarësisht se unë nuk shkruaj kurrë në dialekt, po ndjen ata afërsinë dhe më pyesin me ngulm, po nga jam I kam rrënjët. Dhe nuk e ndjejnë që unë jam shkëputur për shkak se jo vetëm që gjërat që shkruaj, po edhe sa e përfshirë jam në komente, në gjërat që ndodhin në jetën e përditshme këtu, gjërat me cilën ballafaqohet realiteti shqiptar. Me kanë lidhën me të gjitha gjërat që ndodhin në Shqipëri. Je intensivisht ndoshta 24 orë, e gjen atë mundësinë të jesh online, të jesh me njerëzit, me biseda, me komente. Të them të drejtën, më shumë jam e investuar se çfarë ndodh në Shqipëri, lajmet në Shqipërinë, se sa çfarë ndodh në botë. Do thoshti, po si ka mundësi se ti jeton i përket asaj bote për 30 vjetësh? Po ndoshta sepse Kanada është një vend që them se 99% nuk mund të ketë kurrë luftë. Absolutisht. Do vujmë një çik, për shembull jemi mësuar ta zëm, të bëjmë pushime vit për vit, ndoshta t'i bëjmë një herë në 2 vjet, kur shkatërrohet ekonomia, rënja e dollarit. Sigurisht janë gjëra jetike të përditshme, ngritja e interesave të bankës, se kemi shtëpia që i kemi me kredira. Domethënë na influencohet, nuk është se s'na dhëm bleku dhe s'na dhëm xhepi. Po gjërat këtu dhëmbin më shumë. Për arsye se Shqipëria nuk ka qenë ndonjëherë një shtet i fortë që të mund të përballojë kriza, që mund të përballojë luftë. Dhe sado për shkakun që unë familjen time kam atje, nën, bab, vlla, vajzat e mia, domethënë atë nukleusin tim unë e kam atje. Okej, qeliza ime, nukleusi im është atje. Po prap të dhëmb, kupton, unë nuk kam dëshirë që të gjej një Shqipëri që nuk është më me shqiptar. Nuk kam dëshirë që Shqipëria të jetë për shembull si Kanadaja, që është një miks i 80 kombeve për shembull, të paktën 80 kombe. Do më përqente që të ishim ajo Shqipëria etnike me 90% shqiptar. Dhe jo të ikin shqiptarët dhe të vinë të punësohen filipinezët apo afrikanët, apo jo se kam gjë me ata,
se njerëz janë të shpërngulur, janë si puna ime që jam emigrante atje, por thjesht nuk më pëlqen që kjo gjë t'i ndodhi vendit tim. Kjo është një thirrje shumë e fortë nga shpirti jot dhe shpirti jot i ndjeshëm, shpirti jot shumë i lidhur me vendin tënd. Unë të falenderoj për sinqeritetin që ti e ke thellë, që tregon se kudo që ti jesh ka sakrificat e veta jeta. Në Shqipni ka sakrifica plot, po kudo që shkon njeriu ka sakrifica që përballet me vendin tjetër. Apo është një këngë që mund ka ngel mend, një këngë kosovare, më fal që ta ndërpres. Nuk ka s'ka. Mos thuj se këtu s'ka jetë, këtu i fort i mbet. Edhe është qëndrona e thonë, ja guri rënd të shën vendin e vetë. Jo vetëm për, do me thonë, ne ikëm, menduam për një jetë më të mirë. Njerëz akoma tjerë ikin, sepse kërkojnë një jetë më të mirë. Ka njerëz tuaj që nuk ikin dot se nuk mund t'ikin. Se duhet përmbushësh tani disa kushte, se është shumë e vështirë t'ikësh, siç kemi ikur ne atëherë me fallco ilegal, çash këto rrugët e vështira. Mendoj që këta është zaurur. Po ka dhe njerëz që janë këtu sepse nuk duan t'ikin. Siç është Ariola për shembull. Eksakt, sa desha të thoja. Ke një punë këtu në radio dhe kjo të përmbush, apo ke edhe një profesion tjetër më fal se nuk ta di jetën private dhe nuk të di krejt. Nuk e di sa profesione bëj, nuk po të tregoj se sa punë bën për me mbijetun në Shqipëri. Për shembull kam familjar. Kam familjar për shembull që është mjeke apo ekonomist. Kanë një punë, mësues, dhe nuk duan të ikin sepse e para do më thënë që do i mungoja jeta sociale, kafja që pinë me shokot, po dhe fëmijëve të tyre do t'i mungojnë gjyshurit nëse ikin, nëse imigrojnë, se s'do marrin t'i gjyshurit me vete. Do më thënë që dhe ata që ndrojnë këtu, pavarësisht se e dinë se nëse vinë tek unë në Kanada, apo shkojnë në Gjermani, apo shkojnë në një vend tjetër, do paguhen më mirë. 2-3 fish, po janë ca gjëra shpirtërore pra që i mbajnë të lidhur këtu, Edhe e bukur aty cila është termeni që unë nuk do t'i jas për Shkodrët. Se jo thjesht nga Shqipëria, pas nga Shkodra. Njoh dhe njerëz që s'duan t'ikin prej Pogradeci për shembull, që është një qytet akoma dhe më i vogël. Absolutisht ja. Nuk ka rëndësi, mund të më kanë edhe një fshat malor, siç është Boga, ose Thejfe, ose Kelmeni, në Shqipni, në Veri, por nuk ikin. Ka njerëz që nuk ikin. Janë shumë pak. Ma beso që janë shumë pak. Nuk e di, a i përmlallin gishtë dhe njën e zdorë. Por ky vendi këtu na mane. Unë thëmë që i manë ma shumë se ne ky vendi këtu. Por sinqerisht unë s'do ta kisha kuptu për shembull, kur unë ika isha 17 vjeç. Gjërat kanë qenë shumë volative. Sa po isha të thënë 95-a. E kuptoj unë, atë isha të thënë që ndoshta një moshë më të re mund ta kisha marrë iniciativen, edhe kjo sikur të ishte për me ndërtu një familje në një vend pak më të qetë, jo me gjithmonë në këtë krizën e thellë që kena herë mas herë ndryshim sistemesh. Sinqerisht unë isha një fëmijë edhe problematika tjera. E kuptoj, ti ke shku krejt në moshën adoleshenteske. 17 vjeç unë nuk e kam marrë atë iniciativë vetë që ti ke. Jo, absolutisht. Mua më nisi familja, më paketoi dhe më nisi. Kisha vllajën tim. Dhe më paketoj familja, faktikisht. Armenit ju shkruni që është moshën 14-15 vjeqe, edhe sot ka kalu shumë vite për asaj moshë. Me një retrospektiv, si është e veti në vitet e hershme, kur ke fillu shkrimin tënd të parë. S'po them krejt parën poezi, ose të parën proz, po të librin e parë, shkrimet e parë. Po pikërisht, domethënë duhet kemi parasysh se shpirti i poetit apo dhe i shkrimtarit, unë i kam shkruar të dy gjinit paralelisht tregimin, prozën, eset, në të mosh dhe poezin. Reflekton mbi gjendje. Absolutisht. Nuk mundesh të shkruash në fantazi, vetëm nëse ti je duke shkruar soap opera apo libra me vampira, me këto supernatyrale të këto. Por një poet i mirëfillt shkruan për gjendjen e vet shpirtërore, ku është gjendja e poetit. Poeti nuk mund të jetë i lumtur në qoftë se shoqëria rreth e përqark është duke pësuar krizat të mëdha identiteti. Ashtu siç është Shqipëria, që u bë kokë që do të thënë, unë isha 14 vjeç kur ndodhen ndryshimet e sistemit dhe prisnim gjëra tjera, prisnim gjëra më të bukura. Por nëse i rikthejnë, nëse mbani mend, ka qenë një tranzicion i dhimbshëm. Duke filluar për shembull që në të shtonat mali me gropa që u mbush me njerëz të vdekur, pa siguria të dalurit në rrugë,
që ishin pikërisht të gjëra që Flasim për vitet 91, 92, 92, kanë qenë vitet të rrezikshme. Absolutisht. Shumë njerëz për shkak mund t'i kenë harruar. Shumë jemi të një brezi, me sa kuptoj. Po, ka qenë pasiguria të ecurit në rrugë. Ka qenë pasiguria, grabitesh kur dilje në rrugë. Po, në rrugë të Shqipërisë të zhveshni në mes të rrugës. Ishte frikshme, sidomos për vajzat e vogla, ishte frikshme, qoftë vogla, qoftë ka qenë rrëmbimi që rrëmbesh. Në Tiranë ishte edhe më efektuar se tana pjesë tjera të Shqipërisë. Se Shkodra është një vend që ka qenë gjimnazet të Tiranës si Petronini dhe gjimnazet kryesore në qendër që ruheshin me policë. Kanë pas forca policie që ruheshin, pikërisht. Kanë me shumë thella këto kultimet e te. Por në periferi për shembull që përtej Unazës, se nuk mund të them periferi se nuk ishte Kamës apo nuk ishte fshat. Po themi përtej Unazës, përtej Unazës nuk kanë pas polici që t'i ruante gjimnazet. Madje më vonë një mësuese u bë shumë e dashur për mua dhe ndoshta pa atë do kishin pas dhe poezi. Se I kam kushtuar dedikime, përmendje dhe gjithë dhe nuk dua por me që jemi ke ky incident, ne kemi pasur raste për shkak që na janë futur me motor, kanë hipur sipër nga katedër mes klasës. Dhe kjo mësuese tha, keni prindër apo jo? Në atë moshë ne që ishim 14-15 vjeçar, nuk e kuptonim që pse ajo puna flet kaq ashpër, keni prindër apo jo. Para tha një gjë që ju jeni viti parë dhe ju duhet jeni poshtë në katë parë, si ishte kaq I pasigurt. Imagjinoja. Ju duhet jeni lart dhe viti 4 I gjimnazit të zbres poshtë. Do prindit e juaj duhet të shkojnë dhe të kërkojnë në drejtori që ju mos të rrezikoni, ju mos jeni në katë të parë. Do kaq volative ka qenë. Atëherë çfarë poezi shkruante Armenida apo çfarë tregime shkruaja? Çfarë esesh bëja unë atëherë? Ishte pikërisht pasqyrimi I gjithë kësaj përjetimi që ke pas në aso kohë. Edhe unë e kuptoj që ti Ana ruan shumë të freskët brenda teje sepse ti e tregon me një edhe sot me një ndjeshmëri mjaft të thellë pjesën e ndryshimeve drastike që bën në vendin tonë. Tani nëse do pyesim pse jemi akoma këtu, duhet të vëzhgojmë pak se jemi akoma nën efektet e shkak pasojave. Pa është një rrugtim shumë I gjatë për shkak pasojë Armenit. Unë nuk du me marr këtë përgjigje sepse është rrugtim shumë I gjatë. Është shumë I gjatë, po fillon që përpara demokracisë. Dhe këto janë çfarë pasqyrohen në shkrim. Armenit e di absolutisht, unë mendoj që demokracia duhet kishte funksionuar krejt ndryshe. Duhet kishim njerëzit e duhur që t'i jepnin atë sigurimin, atë ngjyrimin që ka demokracia. Unë ende e mendoj që nuk jetojmë në një demokraci të mirëfillt. Pikërisht. Ne pikërisht jemi në të njëjtën. Kena marrë opiumin e një demokracie, po nuk ka në të vërtetë një demokraci, ndonse ne shpirti luftarak shprehet në të gjitha zhandret tona, qoftë poezi, qoftë prozë. Po nuk po bëjmë dot ndryshimin, nuk po bëjmë dot ndryshimin. Është e vështirë me bën ndryshimin derisa ne ende nuk e kena kuptuar se ato njerëzit që janë në një pushtet të caktuar, nuk janë në pushtet thjesht për me pas një pushtet të veshur, me fjalë veshur si për qenies njeri, por kanë një lloj pushteti për të shërby popullit. Edhe fjalën me I shërby popullit, unë mendoj që ka çdo pushtetar I këtij vendi e ka harru. Realisht, unë e di që po bëj një deklaratë goxha të fortë. Kanë harru dhe një thënie tjetër që duhet ta lësh pushtetin para se pushteti të lër ty. Po, edhe kjo është. Por me kanë shërbim të një populli, do me thënë që ti sillej një demokraci që e meriton tek ky vend. Edhe u rritën brezat, kalun brezat të tanë, pa e kuptu që nuk ishte demokraci. Është një, nuk e di, një post-komunizëm, kisha me thanë, ose një komunizëm I moderum, nuk e di që mi thanë, kësaj. Është një totalitarizëm, është një... Aja, totalitarizmi është me kohë, edhe është një diçka që na... është thjesht diktat, Mendoj që na e kena diçka pak genetike me kënë totalitar, edhe nuk na ik për I geneve, kjo. Fatkeqësisht unë kam qenë shumë e re dhe nuk e kam kuptuar ponicën me kohë.
E di. Dhe kur lexoj ato vargje aq të hidhura apo ato shprehje aq të hidhura, Nicen thoja si ka mundësi të shkruaj anti-shqiptar. edhe fishten, sepse fishta me atë sarkazmen e tij Po. të jashtëzakonshme, unë them që e ka njoft këtë popull ind për ind. Dhe kanë dash me shkund nga themelet. Nuk e arritën, është është e vështirë. Por në atë Nuk kohë zonën. në atë kohë për shembull kur unë reflektoj mbrapa që kam qenë 15, 17 apo dhe 20. Mor po dhe 25. Nuk kisha pjekurin ta kuptoja. Po ja ku jemi sot. Në këtë moshë unë jam, mbi 40 vjeç. Dhe gjërat s'po ndryshojnë. Dhe them po pas kanë pasur të drejtë. E pas ka njoftur këto popull më smiri. I pas ka dal dhe ajo e shara dhe ajo britma nga shpirti. Ke sjellë Letë së fundmi, shpresojmë ke që sjellë Zoti së do fundmi bëjë një më libër në anglisht, i cili Po. është pranuar edhe në biblioteken, ma i shpjeg Në më shkurt më shumë. Universitetit të Harvardit. E Universitetit të Harvardit, cila është arsyeja që është pranuar si libër? Tematika e tij, mbase Tematika. ndjeshmëria shumë e thellë dhe çka ke sjellë në tematika në këtë libër që e ke sjellë dhe është Golden Armor. Mburoja e artë. Mburoja e artë. Qysh në titull, unë mendoj që ai personifikon shumë çka. Por është identiteti jot, me sa e kuptoj. Sepse unë e shoh anën tonë revolucionare që me zi shpret për me thënë atë që ka me thënë. Besoj se e vure re dhe që është imazhi i Athinës që është gëdar nga koka e Zeusit. Dhe ti thot të gjitha ato për çka sa vë shpjegove revolucionin, anën time Absolutisht, revolucionare. po, Kemi një Athinë që akoma lufton të çlirohet nga të gjitha dogmat. Duke filluar që nga Pse e ke lidhur pikërisht me Athinën? Na kena Shqipnin ton. Pse po me pse lidh po me një pse vend po pse tjetër? po pse kush ishte Athina? Do na mi historisë lënë thuj. Besoj se Akademia e Shkencave ka akoma shumë punë për të bërë, për të na sjellë mbrapsht dhe për të na dhënë mbrapsht mitet që ne na takojnë. Faktikisht, Dustin Pickering është botuesi me Transcendent Zero Press, ka këtë kompani. Dhe kur e ka bërë në fillim, kur e ka shkruar në fillim Parthenon, ka thënë ashtu si në mitin grek, mitologjin greke, Athina del nga koka e Zeusit, i vetmi fëmijë që ai e lindi me mendim, pa çiftëzim. Dhe unë i kam thënë, më bëj një nder, thuaj thjesht në mitologji. Ma hiq të fjalën nga mitologjia greke. Sepse i thash unë mund të sjell ty shumë argumenta, e di që akoma nuk kam prova se çdo gjë, domethënë duhet të kalohet nëpër institucione shtetërore, të dalë një njerëz që ta mbrojë tezën, të ta hedhë në universitet të bëj doktoraturën në atë fushë, unë nuk jam asaj fushë. Shpresojmë të dalë dikush që të ndërmarr një temë të tillë pas universitare, ta prezantojë në Oxford apo Harvard apo Cambridge, dhe t'i vjet një herë e mirë vula kësaj teme. Dihet që Zeusi dhe vetë Zeusi nuk është një emër grek, e ka rrënjën direkt nga shqipja. Z. Zoti që bënte vetëtimat, ku në majën e Tomorit. Në majën e Tomorit. Po nga ishte Akili. Okej, tani kjo është, nuk dua të dal nuk më takon mua të flasem pse nuk kam diplomat, nuk kam mbrojtje në fushë. Do kemi shumë kundërshti, do përballemi me fakte që nuk i dim. Dhe nuk është jemi në konditet e duhura. Nuk është fusha ime, por sidoqoftë, unë mundohem, por unë mendoj ta shpreh më aq sa mund ta shpreh. Unë mendoj që kjo ju përket do të jetë një këmban deri diku për studiuesit, për ata që sinqerisht obligohen me këtë punë, merren me këtë punë, edhe pse jo, do të ishte diçka fantastike, të kishim dokumenta. Po unë bëra aq sa mund të bëja, që i thash të lutem. Ai ishte një qëllim vetvete që ti më sjell rrajt e hershme të shqiptarëve, edhe deri ku shtrihen tashmë letrojet tona. Nëse hyni në kanalin tim në YouTube, kam bërë një trailer për këtë libër. Që njerëzit ka një kanal me emrin tan YouTube, domethënë. Arminida Qyshja. Okej. Dhe është traileri i librit. Siç mund bëj çdo kush një trailer libri për të promovuar librin, që
njerëzit që janë të interesuar dhe duan të marrin pak se çfarë është ky libër. Është si të lexosh një pjesë para thënies apo të shkosh në kopertinën pas të lexosh rrësimet, që të vendosësh ta blesh apo jo këtë libër. E njëjti funksion është dhe funksioni i trailerit. Por unë e kam goditur atë trailer që në fillim, se e kam hapur me këtë Athinën që kërkon të çlirohet të dalë nga koka e Zeusit, të luftoj këto burkat, dogmat, perçet. Po na vishen njerëzit kësaj dite ende me perçe dhe nuk më pëlqen fare kur shikoj rrugëve të Shqipërisë të mbuluar, vajzat mbuluara. E di që besimi është çështje personale. Por është zgjedhje. Po është zgjedhje, po. Unë luftoj që Zoti të jetë në zemër. Më tepër se sa të jetë në një mbulesë apo të jetë në një shtëpi, institucion. Zoti të jetë në zemrën e njerëzve. Mendoj është shumë gjatë delikate pjesa e fesë. Po thjesht nuk më pëlqejnë mbulesat. E kuptoj atë që thotë, sepse ne po shohim gjithnjëllë më shumë vokacionet e fesë, cilat na paraprin jetën tonë përditshme, por ato lidhen shumë ngushtë nganjëherë edhe me shumë çështje personale, nuk mund të thani të rrethë. Përderisa është çështje personale, unë respektoj, nuk më pëlqen thjesht kur janë të vendosura. E kuptoj, por thjesht e shoh si gjë shumë delikate pjesën e fesë dhe jemi ende një popull që kapemi mas një fjale, se sa mas një akti dhe se... Po prandaj them që duhet ta kemi Zotin në zemër, se Zoti është dashuri dhe të jetë tolerancë. Se sa mas barrierave, me largu barrierat. Të ndihmon e ikura nga Shqipëria për me heq barrierat. Që do të thonë me këtë? Do të thonë që Armenida është një vajzë e cila shprehet krejt një grua e cila shprehet pa barriera, pa kufi, pa frikën se çfarë po mendon nesër një publik, që është një publik jo fort i vogël, i Pen Shkodrës, edhe e jo vetëm te Pena e Shkodrës, por është një person që e thot fjalën siç e mendon. Është kjo ndoshta ajo rrugtimi që ti thu më morën me pak edhe më çunën për te kufive, po ndoshta është kjo mënyra që ty të ka bërë një gru të fort, edhe që ty të ka bërë një gru e cila sot shef edhe atë dyzimin që ti donë me kenë ndoshta këtu si donë me bë një ndryshim për atje s'mundesh shef edhe pa mundësi ndoshta, por edhe e thua atë që mundesh me ndryshu dhe çka duhet me ndryshu këtu. Besoj se kam qenë qysh e vogël e prirur për të debatuar. Kam qenë e prirur për të folur lirshëm, për të shprehur lirshëm. Dhe kjo ishte ajo që më ka bërë të shkruaj që 14 vjeç. Dhe siç e thash, 14 vjeç, mos pretendoj dikush e kam shkruar poezi dashurie, se 14 vjeçaria nuk e di se çfarë është dashuria. Kam shkruar pikërisht për realitetin në cilin ne jetonim dhe mundohesha që ta pasqyroj atë në poezi apo në skica tregimi. Po, dhe ishte pikërisht ai ngacmimi, sepse unë doja të dëshmoja, të rrëfeja çfarë po ndodh, të isha një dëshmi e gjallë, po ndërkohë edhe të ndërgjegjësoja që ku duhet jemi, çfarë duhet të bëjmë. Domethënë, është një gjë e lindur në mua për të qenë kjo që jam. Dhe largimi dhe pozicionimi im në një shtet si Kanadaja ka bërë atë që ndoshta kam marrë më të mirat e asaj bote që unë jetoj, i përkas, për sa i përket mendimit të lirë, për sa i përket disiplinës në punë, kërkesës, çfarë unë kërkoj, vetë llogarisë që unë kam tek vetja. Ndoshta ka zhvilluar më shumë atë Armenidën zyrtare. Nga ana tjetër, këtu është Armenida shpirtërore. Të kuptoj shumë mirë. Dhe bëhet pikërisht ky bashkimi i gjendjeve. Dhe siç e nisa edhe me trailerin e librit e hap me Athinën, me kopertinën e librit, po figura e parë femër që del është Teuta. E ke lidh direkt me figurën e parë femër. Dhe me Dodonën. Me një udhëheqës së femrën. Dhe me Dodonën. Sepse unë pikërisht dua t'i çoj këta lexues tek rrënjët e mia. Por gjithsesi libri ka një tematik gjerë që prek aktualitetin botëror, temat si lufta në Ukrainë për shembull, apo çështjet e jona përmes poezive, kriza globale që ne përjetojmë, lufta në Gaza. Sepse ne jemi pjesë e kësaj shoqërie, se s'mund të ekzistosh ti mbyllur në një përtham të vogël. Po, larg me edhe nuk ekziston, nuk Jo, sepse ti ekziston me rrezikun e një lufte tretë, sepse ti influencohesh
kur shikon televizor se si vdesin mijëra fëmijë. Nuk ka se si ti mos prekësh. Ajo është një ndër gjërat më të dëgjosh se si vritet një grua, ti nuk ke ke se si je vetë grua, ti nuk ke se si mos t'influencohesh. Absolutisht. Kështu që këto janë gjëra domethënë që e prekin shpirtin një shkrimtare apo një poeti dhe përveç se ndjen atë ndjensinë që ka nevojë ta hedhin vargje apo në një shkrim prozaik, ka dhe atë përgjegjësinë që do të krijoj diçka që të bëj botën të reflektoj. Domethënë ke pjesën tënde shpirtërore që do thjesht ketë një zë dhe ke dhe atë pjesën tënde tjetër si qytetar që kërkon të sjellë një ndryshim, që do të bëj diçka, më sa ke mundësi se fjalën ka dhënë Zoti, s'm ka dhënë gjë tjetër që të jem ndryshimi. Dhe kjo është çfarë jam munduar të bëj në shumë dimensione, për shembull me këtë libër që i paraqes lexuesit të huaj, është një gjë që ai të gjej vetveten. Libër nga publiku. Është shumë herët për të folë për një publik të gjerë, sepse libri ka dalë vetëm me 16 maj. Por fakti që e pranuan. Është prek edhe sa është pranu, sepse ai ka kalu disa filtra për më pranuar në një universitet. Përderisa 26 librari, domethënë 25 që janë të një qarku dhe një që është një qark i veçuar, ku unë jetoj, e ka pranuar. Është dhe në bibliotekën e Washingtonit, që është bibliotekë kombëtare, Congress Library. Domethënë nuk ka një publik të parancishëm. Nganjëherë dakor, por nuk ka lexuesin e gjerë akoma. Po mirë, bën diferencë. Janë njerëz që bëjnë diferencën nganjëherë, sepse punojësit e bibliotekave që marrin me pjesa administrative, që merret me filtrimin se nuk ekziston që thjesht unë dua të duroj dhe e çon. Aty do ta lexojnë, do ta shikojnë a është i përshtatshëm materiali, a ka vlera para se sa ta pranojnë. Domethënë nuk ekziston si ishte feedbacku i tyre, mase lexuan feedbacku, domethënë komenti i tyre, se ne po japim fjalën gjutë huje dhe eksakt. Për mua ishte domethënë që ato shkruajnë shumë shkruajnë vetëm një fjali. Edhe kur thon ne do we love to have it, po me shumë dëshirë duam që ta kemi librin, po. Librin. Ajo përmban gjithçka, kupton? Po se nuk ka nevojë një fjali më thot janë sakt. Një fjali më thot gjithçka kur ato thon po dëshirojmë ta kemi. Me shumë dëshirë duam ta kemi. A ishte qëllim vetvete ndoshta shkrimi, përkthimi i këtij libri në anglisht që ti të përçosh Shqipërinë edhe përmes një libri, sa do i thjeshtë të duket. Shikoj, unë jam pyetur më përpara që pse humb kohën, lekët, pse botojnë në Shqipëri se këtu njerëzit nuk blejnë. Jo, nuk është e vërtetë që nuk blejnë. Blejnë ndoshta pak, por nuk blejnë libra, nuk lexojnë libra, ankohen që nga libraritë. Është pak klishe kjo, nuk blejnë, nuk shesim libra. Dhe unë shkoj në bibliotekë dhe gjej njerëz duke bler. Kjo është kjo është e para gjë, domethënë që i bën nesh asaj që thohet. Ndërsa e dyta jam jashtë edhe një gjë tjetër. Ka njerëz që preferojnë këtë lloj kanë hobi leximin, po ka njerëz që kanë hobi muzikën, ka njerëz që kanë hobi. Shikosh një gjë globale. Po pra, jo, domethënë që tani kemi dhe botën internetit shumë të zhvilluar. Po jo, Armenina nuk mund të presim që të gjithë të fokusohen tek libri. Sepse njerëzit sot kanë interesa të ndryshme, hobi të ndryshme, jeta është shumë e bukur për me fokusuar vetëm me një gjë. Nëse e kthejmë kohën pas, tani jeta është me hapa gjigant. Është një mendësi që tek unë ka ndër shumë kohë, edhe jo gjithkush don me pas luksin me lexuar një libër. Siç thotë sot kena teknologjinë, aty ne mjafton edhe një sekuencë shumë e vogël, ndoshta edhe vetë zgjuarësia e brezave i ka përcy se përmes teknologjisë ata janë shumë më ndryshe, nuk kanë pse me kanë si na, sepse na gjithmonë do na bë krahasime, nuk du më me bë krahasime. Brezat nuk duhet ta harrojmë që ky është një brez vizual. Është brez tjetër. Ka dëshirë ta shikoj për shembull një video poezi. Po, janë breza shkretësisht të tjerë, absolutisht. Ka shumë njerëz që për shembull si shteti zani i dashur, na kena shumë të tjerë që mund të jenë me një moshë më të konsiderueshme, që janë para televizionit, që kanë edhe televizionet me famë më të madhe tani, po siç është ajo pjesa vizuale, se dhe e sot është shumë e rëndësishme për këtë shumë e rëndësishme vizuale, është shumë e rëndësishme mesazhi që ti përçon, por aq e rëndësishme është edhe ajo pjesa që ne ti kuptojmë ta breza, jo të gjithë dojnë me lexu libra. Ndoshta dojnë me njoft Armenin,
Armenide, dojnë me di që Armenida ka pas këtë arritje, edhe ndoshta kanë me Disa lexu, njerëz ndoshta kanë kanë me qef lexu thjesht vetëm ta 2 dëgjojnë, libra. Po, edhe ndoshta thjesht dojnë me lexu vetëm një libër me poezi ose 2 poezi dhe një prozë për me perceptu ndoshta se ku lundron me mendim Armenida. Edhe kaq nuk ju intereson më tepër. Por unë e kam pasur si qëllim në vetvete që s'pari të botoj këtu. Në Shqipni. Ta fitoj atë emrin tim këtu. Gjatë që ka ndodhur tashmë. Ai përhapën gjitha qytetet më të mëdha të Shqipërisë, siç është Korça, Durrësi, Tirana, Pogradeci, e ka më të tjera qytete ku ke Gruja, që sapo më përmend, Shkodra tashmë, që Shkodrat paktën ka një vulgo çat fort atë pasaportën tënde tashmë. Dhe shpresoj që absolutisht po. Ta mbaj për një kohë gjatë atë vulën, se mund ta marrësh një herë, po shkrimtari duhet ta provoj veten çdo ditë. Është një punë në progres, nuk mund të shkruash diçka 20 vjet përpara dhe mos vazhdosh t'japësh. Mos vazhdosh të kesh rezultat. Mendoj që duhet nga libri I parë në librin e 5 apo 6 apo 7 derisa të kesh fuqi të shkruash, të kesh ngritje. Kësaj pyetje nuk mi dha përgjigje. Kush është Armenida për Armenicë parë dhe sot, domethënë. Domethënë, a ka ndryshim ndoshta jo vetëm koha, por edhe ti si person, domethënë. Je evolu për ka dhe nuk ka. Pra. Kjo ishte ajo se nisi pikërisht në Armenidën që shkronte poezitë apo shkrimet që ishin filozofike, reflektimi i asaj kohe. Dhe akoma kemi një Armenid në proces që mundohet ta arrijë këtë gjë. Prandaj kam atë akoma ndjeshmërinë e të parit dhe pas, të parit dhe tani ku jemi, qenit kaq aktual, pse jetoj kaq fort me ngjarjet në Shqipëri, me çfarë ndodh këtu, pse jam kaq e lidhur mos pare me pa lajmet çfarë po ndodh në Shqipëri, sa të shikoj se çfarë po ndodh aty ku jam. Se aty ku jam them se jam e sigurt. Ka një gjë që shqetëson për Shqipërinë, po them për kohët në momentet që flasim. Cili është një prej problemeve tuaj që të shqetëson më shumë të lidhje me vendin tonë? Shpërbërja etnike. Shqipëria pa shqiptar. Shqipëria pa shqiptar. Nuk do doja kur të ndodhte këtu. Nuk do doja që një ditë kur të vi këtu, të jetë njësoj si kur jam atje në Kanada, përveç se për ngritjes ekonomike, që është shumë e dëshiruar, gjithë kërkojmë ngritje ekonomike, gjithë kërkojmë që vendi jonë bëhet sa më i mirë, sa më i jetueshëm, të ketë standard jetese të lartë, njerëzit mos emigrojnë më, por qose pas 20 vitesh, unë kthehem këtu dhe kamarierët I kam njësoj si kam kamarierët në Kanada, apo punojësit në bashki njësoj si kam në Kanada, multietnik, multikombëtar. Pse është problem kjo për ty? Po është problem se kjo... Ke disa vite që jeton me këtë jetese. Patjetër pse të kthehem në Shqipëri? Po këtu ke lind, këtu ke rrajt, këtu ke kujtime shumë tjera. Po pra, po... Atje ke rinërtu kujtime tjera. E kupton, nëse shoqëria shpërbëhet kaq shumë. Ti do të më thonë që ti do kthehesh për me gjetë njerëzit që ke lënë këto. Po njerëzit se pyja, male dhe fusha ka gjithkund. Vancouveri ngjason Shqipërisë shumë. Përveç temperaturave. Është më ftoft, nuk e di. Bie shumë shi. Shkon në mal ke bor. Njësoj si këtu po të shkosh në korab ke bor. Është pikërisht ajo që na mungon rrethi social, nuk është I njëjtë. Unë nuk kam të njëjtën klimë si të pi një kafe me ty, që ma di zakonin, gjuhën. Mund të kuptohemi thjesht duke cituar një poet, mund të kuptohemi me një varg këngë, një këngë që na lidh me fëmijërinë tonë. Absolutisht po. Me këta njerëz për shembull flas një gjuhë huaj. Flas një gjuhë internacionale, flas anglishtën që na lidh, na bashkon. Gjëra të tjera pastaj janë krejt ndryshe. Në mëngjesin tan, hello, good morning. Sa njerëz përshëndet? Në të jakën për punë. Varet apo je me makinë nga një lokacion tjetër. Po varet për shembull nga kultura dhe nga brezat. Brezi I ri për shembull nuk të përshëndet. Atje po themi, në Vancouver. Atje po themi, atje. Nga ana tjetër ka britanik,
ose edhe i gjerman me origjinë, që kuptohen nga e folura, e vetëm nga ngjyra, që të përshëndesin. Edhe sidomos kur shkon në për zonat vogla, qytetet vogla rrethina, njerëzit janë më të afërt, më të dashur, nuk njohin fare, po thonë mirëmëngjes. Dhe t'japi një buzëqeshje të çiltër. Ta japin edhe ngrohtësinë. Të mungon kjo e përshëndetuna se jo kja jeme për në punë, shpesh ose për në radio, në cilën do orë të ditës. Shikoj, dile, dise çam ka munguar mua që u kam shkuar. Është një gjë shumë e larmishme. E filloj me Nadia mirë ose Mirdita. Mirdita nuk e kena fort zakon me thonë Shkodër, pa mirë se të pruni Nadia. E thojmë shumë, e kena, është një gjë fantastike. Që ishë në përshëndetje Nadia mirë, edhe marrë për ti mirë se të pruni Nadia. Në çdo dyqan ose kafene mirë se të pruni Nadia. Ka nollë që jam edhe publike në qytet edhe përshëndetja është një diçka që mu kudo që të shkoj me mungon. Jashtëzakonisht me mungon. E kam gjetë në Firenze. Se i kishte shkudran shumë edhe shkudran dalohen për i gjuhet edhe më kanë përshëndetje edhe kisha me tash më kishte marrë mallë dhe pse jam pak ditë këto. Prandaj kjo mendoj që na mungon edhe na mungon se është edhe ajo dashamirësia që vjen mas këtyre përshëndetjeve. Se dashamirësinë jo gjithkusht e mand veshun, por mëngjesi është ka herë thamun është ai çasti po krahaso tani si ishte jeta për shkakun kur në lagjen tonë ne kishin lind prindrit tanë edhe lindëm dhe na. Dhe tani ke komshi që ti nuk i njeh fare. Në cilë lagje Tiranës pa fjallë Armeni, cila është ajo lagje që ty të kometë, me thonë, zemra, mendja, kujtimet, jeta jote. Ka ndryshu shumë, Tirana ime ka ndryshu krejt, dhe kam shpreh dhe në poezi, si Tiranë Babilon. Unë kam lexu së fundmi edhe komentet miqve që kishin ardhur për jashtë dhe realisht kishin një grind mrena vetit për Tiranën e ndryshume, për rrugicat që nuk janë maskullt, për shtëpitë e vjetra që janë zëvendësuar me kulla, me pallate të larta. E di se çam them se është ndërtuar me një mentalitet shumë të ngushtë. Se jo vetëm janë prishur lagje që duhet ishin ruajtur muze. Jo vetëm janë bërë shkatrime. Që të ishin diçka fantastike për turizmin sot. Po prej. Jo vetëm që është bërë kjo gjë. Por edhe ato ndërtime që janë bërë pa asnjë planimetri, pa asnjë vizion, janë bërë me një mendje ngushtësi dhe me një zemër vogëlsi kaq ekstrem. Sepse nuk kanë menduar fare për shembull që ku do jenë parkimet, ku është trotuari, ku do kaloj një invalid me karrocë, ku do kaloj një grua, një nën me fëmijën në karrocë. Ku e ka atë trotuarin? Si mund t'jesh ti kaq zemër ngushtë që ta marrësh edhe atë 1 metër e gjys 2 metër, që ta futesh në pronë, e ke çu murin gjëra aty në cep dhe s'do të dish ti se ku do kaloj as ambulanca. Ku janë këta punonjësit që merren me aprovimet e projekteve, që të shikojnë edhe, shiko se nuk duhet ndërtu vetëm për sot, ose e keti për sot. Po ku është qyteti në zhvillim 20 apo 30 vjetë, se ti nuk do t'i futësh tritolin të ndërtosh prapë se u rrit popullsia pas 20 apo 30 vjetësh. Duhet projektosh dhe nevojat ku do jetë qyteti pas 30 vitesh, të paktën. Pa ata s'kan menduar sot, jo 20 apo 30 vjetë, pa ata s'kan menduar as sot. Këtë gjë e vere në Tiranë, për shembull, si kanë ndërtuar liçenin, kodrat e liçenit Thata, si e quajnë, që e betonizun të tërin. Po pak të bëjnë diçka të bukur dhe funksionale. Nëse ti do të shkatërrosh pyllin, që ishte mushkrit e qytetit, po të pak të bëj një kompromis, por nuk është bërë asnjë lloj kompromisi. Është parë vetëm dollari sot. Domethënë si mund të jenë njerëzit kaq pangopshëm, edhe si nuk mendojnë që në fund fare do kesh breza që do jetojnë këtu, do jetë fëmia e fëmisë tënd këtu. Apo do ikin gjithë, do t'i paketosh gjithë, do t'i nisësh gjithë në Amerikën, Kanada. Nuk është parë fare kjo humanizmi. Që ti jesh tamam qytetar. A je Tiranë, a je Shkodrana, çfarë je më? Se ke ardhur këtu sikur je një si tu duk Shkodra? Me gjina në këtë valën e kritika. Nëse unë do flas për Rozafën për shembull, mund të flas shumë bukur dhe më zgjerohet zemra. Po prej të Rozafa Shkodra lahet.
e themi kështu që lahet me sy edhe lahet me zemër, por Po. Shkodra ende mban identitetin e saj, realisht. Ka Më disa duket se e kena ka rujt, disa e kena kafene, rujt disa që- lagje që i ka. Janë disa lagje që janë e frymojnë, siç kanë më përpara. Megjithatë, Urojmë që të urojmë vazhdojnë që të mesin gjatë. njerëzit i bëj thirrje atyre qytetarëve të mbeten qytetar. Dhe të mbetesh qytetar në shpirt, jo se u veshe apo u parfumove apo fole bukur. Po ti je qytetar në atë që ti bën, nëse ti je duke bërë një ndërtim, të lutem, bëhe me ca parametra, shife ku është rruga, ku do ja lësh kalimtarit, shikoj a ke parkime, argjo pak lek më shumë, bëj ato parkime të nëndeshme, projekto pak në të ardhmen, bëj një vepër të mirë, më që edhe kur të vdesësh, të thonë ishte ky kryetari i bashkisë apo ishte ky inxhinier dhe na la këtë gjë monument. Na bëri këtë gjë të mirë. Ashtu siç flasim ne sot për kolidromenën. Ironikisht më kruj Ironikisht është një rrugë që quhet Kargega. Po. Është rruga më e rrezikshme dhe më e keqe që është rruga më të vjetër. Më të vjetër dhe një kursi dhe një makinë eci mbrapsht. Unë i thash 10 herë faleminderit, megjithëse vetëm ai mund të ecë mbrapsht, unë nuk mund të ecja mbrapsht në atë pozicion që isha, se thash Zot shqyqyr që i dhe menjen e hajrit që ky eci mbrapsht dhe nuk insistoj që të eci unë mbrapsht, se unë s'kisha ku të shkoja, se ne nuk mund të kalonim. Është vetëm për një makinë. E kam përshkuat rrugë dhe thash, ironia e fatit i japësh ti emrin e inxhinierit më të famshëm që ndërtoi tunelet rrugët në Austri, ti japësh kësaj rruge, ti ja kishte ndonjë rrugë të paktën që ka 2 kalime. Ajo ka në dorën tonë, me zgjerulla me bëma të madhe. Mendoj që boll mënyra për me pasur. Po duhet pra se ke gjithë ato turistë që shkojnë në Kruj. Kruja me turizmin mbahet se gjë tjetër s'ka, shkojnë në Pakalan. Gjithë Shqipëria po funksionon me turizëm. Shqipëria është një vend që mund të funksionojë 12 muaj të vitit në turizëm. Ashtu faktikisht po funksionon. Dhe ne përmirësojmë infrastrukturë, pritje shërbim. Kemi kalu nga poezia, kemi kalu tek rrugë. Me sa duket se na përshtatën shumë infrastrukturë. Armenit, ti do falësh tashma për bibliotekën e qytetit, do japësh kontributin tënd, siç e ke dhënë edhe herë të tjera. Do kthehesh prap me siguri dhe do japësh kontribute të tjera. Çfarë do t'i thosh publikut të Pens Shkodrës për ta përmbyll tashma? Për ta përmbyll, jep mesazhin si qëllim me zemër, dhe mos jetë edhe lidhje me letërsinë. Është e lidhur me letërsinë sepse janë djegësit që më lexojnë, që më inkurajojnë çdo ditë. Edhe se më pëlqej shumë diskutimi jot. Ata ngacmohen nga shumëllojshmëria e asaj çfarë unë shkruaj. Se nuk është vetëm tematika e dashurisë, edhe tematikat e tjera që ndoshta e jap me pak pikatore si puna e ilaçit, 2 pika ilaç dhe një lugë mjalt nga pas që të rrëshkas ilaçi kur i thon. Unë i falenderoj që më ndjekin edhe që më kanë inkurajuar që në fillimet e mia kur unë nxora librin tim parë në 2018 dhe që vazhdojnë akoma të jenë ndjekësit e mi. Besnik, sepse siç thash, në krizat që përjetojmë, shiten apo nuk shiten librat, reklamohen apo nuk reklamohen, për mua pikërisht ajo ndjekja, mesazhet, dashamirësia e tyre është ajo që më bën mua të vazhdoj. Dhe mos them që jam në një kaos të humbur apo në një rrugë që pse po udhtoj. Ndjehem shumë e privilegjuar se kam bashkëudhëtar. Nuk jam vetëm, shpirtërisht nuk jam vetëm. E kjo do të thotë çdo gjë. Është më e madhe se çdo çmim letrar që unë mund të fitoja, sikur të konkuroja. Nuk kam konkuruar asnjëherë për gjë, po them. Çmimet janë thjesht një motivim ndoshta, por ai motivim nuk të mungon. Edhe kjo është gjëja më kryesore që gjëja që motivon mua është kur njerëzit më lexojnë edhe thonë që gjejnë vetveten apo që më përgëzojnë apo thonë që i jap një gjë pozitive.
Ajo që më pëlqen mua është se përcjell shumë çka me penën tënde dhe përcjell një periudhë të kohës ku unë jam pjesë e saj totalisht brenda, një periudhë që ka shumë shpesh unë tham kisha dashur mi bë një dilet, siç bëhet nganjëherë përmes një tasieret. Nuk është e lehtë për me bë një dilet sepse janë vitet e tona që na kena kaluar në një lloj transicioni nga ku e di 34 vit nuk mund bëhen dilit. Nuk mund bëhen dilit, por shpesh herë të kisha dashur sepse kina pas një jetë shumë intensive, kina pas një jetë me shumë pengesa, gjë që nuk e themi asnjëherë sepse mundohemi me përcjell shumë pozitivitet, mundohemi me përcjell më të mirën e mundshme, duke i lënë të gjitha pengesat në një çoshe, por e bukura është se pengesat e bëjnë njeriu. Dhe të bukurën që rrezatojmë është tek shpirti që kena brenda dhe që do na më dhanë mesazhin e bukur edhe të mirë. Atë mesazhin që edhe ti që le të qëndrojmë në këtë Shqipërinë që kena, sepse ne faktikisht mundena me e bë Shqipërinë. Këtë Shqipërinë e bën shqiptarët. Ne pritëm atëherë çekun e bardhë, dhe nuk erdhi kurr. Besoj se të kujtohet. Ka mali me çekun e bardhë, ka kërkuna çekun e bardhë. Kështu që domethënë duhet të vëm shpatullat. Absolutisht po. Unë të uroj shumë suksese. Uroj që rrugtimin tanë të ketë të pasojnë libra të tjerë, për në universitetet më të famshme. Aty ku të lexohet edhe letërsia shqipe, aty ku të lexohet të jehoj zani i Shqipënisë. Nuk ka rëndësi gjuha se si jehon, por historia le të jehoj. Faleminderit për njeriu që je. Të falenderoj shumë për mikpritjen kaq të ngrohtë. Ndjeva pikërisht atë që është për kufizimi që Shkodra është tashni. Faleminderit. Shumë faleminderit dhe ju uroj dhe juve gjithë mirat dhe gjërat, bekimet më të bukura dhe shpresoj që për gjithë së bashku. Për gjithë së bashku. Të dashur miq, së bashku do të qemi të shtunën tjetër, pa diskutim mirëpafshim së bashku.